Një moment historik për Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Për herë të parë, drejtimin e saj e merr një kryepeshkop shqiptar, Imzot Joan Pelushi, i cili është zgjedhur këtë të diel nga Sinodi i Shenjtë si kryepeshkop i ri i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, pas ndarjes nga jeta të kryepeshkopit Anastas Janullatos. Zgjedhja e Imzot Joanit u shënua nga rënja e këmbanave në të gjithë kishat ortodokse, ndërsa në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë u mbajt një ceremoni për shpalljen e Imzot Joanit si kryepeshkopin e ri. Momenti i shpalljes së kryepeshkopit është pritur me lodh dhe emocion nga besimtarët. Pas shpalljes së emrit të tij, kryepeshkopi i ri mbajti një fjalë të shkurtër që u prit nga dhjetra besimtarë të pranishëm me duar trokitje dhe thirrje i denj. Duke lavdëruar Perëndin Trinatik, falenderoj kryepritë e Sinodit të Shenjtë, udhëhequr nga hiri i Shpirtit Shenjtë, për zgjedhjen time në pronin e nderuar kryepiskopat të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Me përurësi, duke u bindur vullnetit hyjnor, pranoj këtë shërbim të lartë dhe premtoj se do ta zbatoj me devotshmëri detyrën time kryepriftërore. Do të respektoj kanonet e shenjta dhe traditën e shenjtë e do të përpiqem me gjithë forcën time të mbroj të drejtat e Kishës dhe të udhëheq grigjen shpirtërore që më është besuar. I vetëdijshëm për peshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Jezu Krisht, themeluesit të Kishës, të më jap ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj Kishës së tij. Me dorën time e nënshkruaj këtë zotim. Zgjedhja e kryepeshkopit u bë pas një procesi të rregullt sipas statutoreve të Kishës, ku antarët e Sinodit të Shenjtë, organi më i lartë drejtues i Kishës, votuan pas liturgjisë hyjnore. Besimtarët në të gjithë vendin u lutën që udhëheqësi shpirtëror të kishin ndriçim për të zgjedhur njeriu e duhur. Kjo ditë e rëndësishme përkoi edhe me ditën e dytë të Kreshmës. Zgjedhja e Imzot Joanit vjen pas më shumë se 30 vjetësh drejtimi nga kryepeshkopi Anastas Janullatos, i cili ndëroi jetë më 25 janar në moshën 95 vjeçare në Athinë. Ai la pas një trashëgimi të madhe në ringjalljen e Kishës pas periudhës së ateizmit. Në testamentin e tij, kryepeshkopi Anastas kishte shprehur dëshirën që në krye të Kishës të zgjidhej një klerik shqiptar. Ceremonia e formëzimit të kryepeshkopit të ri do të zhvillohet më 29 mars, ku pritet një kremtim madhështor dhe solem, siç e kërkon tradita kishtare.